Zamani vëzër çka është? Tik tak, apo sahati. Shkon një sekundë andej, çfarë i bie që kjo? Ka lëviz një sen pikne, pak më andej. Andaj Allahu sahatin e ka thjeshtuar në Kur'an, çfarë ka thonë? E ka krijuar lëvizjen e diellit dhe të hënës për çfarë? Me mati sahatin. Në dielli del lëviz. Pin lindje, në perëndim. Na çeta e çujna mëngjes, akşam. Mirë, çket lëvizje diellit Allahu e ka. Heke diellin. Heke diellin s'ka lëvizje kur gjao. Në s'ka zaman. E Allahu xhelal ka krijuar zamanin. Andaj ne jemi njerëz krijesa që lëvizim me zaman. Lëvizim me zaman. Allahu s'ka zaman. Andaj nuk paraprihet, andaj nuk i dilet kërshi, andaj kur gjosi hik ati. Se s'punon me zaman. Çdo gjallë s'punon me zaman. Pra ty vëzër, për shembull, për me shku ti ku dush. Lëvizjen më të vogël duhet zaman, edhe duhet hapësirë. Nëse do me bën një lëvizje, duhet zaman. Po prit ta ngritit qëta, ta zbritit qëta, ta lëvizit qëta, edhe duhet hapësirë. Allahu nuk i duhet këto, te bareke ve teala. Allahu xhelle xhelaluhu nuk i duhet këto. Andaj thot Imam Ibn Gjeriri, el awwal është ai i cili nuk është paraprir në të kaluarën me kufi zamanit. E tani vëzër, menja njerëzore s'ka sultan në këtë pikë. O menja njerëzore ka shumë gjëra që i ka zhvillu, i ka pa, ka perceptu, i ka kap. Mirë po, ti thuash mendjes njerëzore, intelektit, arsyes, se a mund është me ma shpjegu si i bije, pa fillim, pa kufi, s'mundet me shpjegu. Andaj këtu vëzër, ne themi se i bindemi Zotit ton te bareke ve teala, andaj madhria e tina nuk ka mundësi mu kap nga mendjet e mangëta.